Në këtë lokal, krah një karburanti në Manës, në orën 2 pas mesnate, u synua një ngjarje që në prani të dy armëve pa leje, ndryshoi përgjithmonë jetën e 4 të rive, të moshës nga 21 deri në 33 vjeç. 2 mbetën të vdekur, një tjetër u shndrua në vrasës në Arati dhe i katërti përjetoi një tronditje që ndoshta nuk do ta harroj kurrë. Në këto tavolina, në orën 2 pas mesnate ishte ulur 33 vjeçari Florian Paluçi, ndërsa shërbente si kamarier Alteo Pepa. Kur në vendngjarje mbërritën 2 të rinj të tjerë nga Manza, Daniel Pepa dhe Aranit Kurti, dhe pasi u refuzua t'u shërbejë kafe, ngjarja u shndrua në tragjedi. Sipas dëshmisë së kamarierit Alteo Pepa, vënë para uniformave blu, kur u ka komunikuar Dorian Pepës dhe Aranit Kurtit se nuk mund të shërbente kafe pasi ekspresi ishte i fikur, të rinjt e kanë sharë dhe ofenduar. Sipas tij, 33 vjeçari Flori Paluçi ka kërkuar që ofendimet të ndalen, pasi kamarieri ishte në tavolinë me të, por situata u agravua dhe Flori ka nxjerrë një pistolet që mbante pa leje dhe ka qelluar në drejtim të djemve, duke lënë të vdekur Aranit Kurtin. Por edhe Daniel Pepa ishte i armëtosur. Kur pa të vdekur shokun e tij, ka qelluar ndaj Florian Paluçit, duke i marrë jetën në oborrin lokalit. Pas vrasjes, është larguar me makinën e tij në drejtim të paditur. Por megjithse ngjarja u shënua përballë stacionit të policisë Manës, autori mundi të aratisej. Gjithë konflikti e më pas vrasja e 2 personave është regjistruar nga kamerat e sigurisë së biznesit, ndërkohë që në shërbim të hetimit policia ka shoqëruar 7 persona që kanë ndjeni për ngjarjen,